Gjatë luftës së dytë botërore, gjatë viteve 1941-1944, ndodhen ndryshime të mëdha politike dhe shoqërore në Ballkan. Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste dhe më pas nga Gjermania, shumë territore me popullsi shqiptare, Kosova, trevat shqiptare të Maqedonisë së sotme, disa pjesë të Malit të Zi, si Ulqini, Plava, Gucia e Tuzi, si dhe Lugina e Preshevës në Serbi, u bashkuan Shqipërisë. Ky zhvillim solli jo vetëm ndryshime kufish, por edhe mundësi të reja për arsimin e shqiptarëve, të cilët deri atëherë ishin të shtypur dhe të privuar nga shkollimi në gjuhën anëtare. Një nga figurat më të rëndësishme në këtë proces ishte Ernest Koliqi, ministri i arsimit në qeverinë shqiptare të kohës. Ai kuptoi se një kom nuk mund të mbjetoj pa shkollë dhe pa arsim. Për këtë arsye, ai mori një vendim historik të dërgoj qindra mësues nga Shqipëria në vizë shqiptare jashtë kufive të asaj kohe, për të hapur shkolla dhe për të mësuar fëmijët në gjuhën shqipe. Ky mision u bë një nga aktet më të mëdha të emancipimit kulturor dhe kombëtar për shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Luginës së Preshevës. Në Kosovë, në qytete si Prishtina, Prizreni, Gjakova, Peja e Mitrovica, për herë të parë pas shumë dekadash u hapën shkolla shqipe të mirëfillta. Në Maqedoninë Perëndimore, Tetov, Gostivar, Kërçov, Strug dhe Dibër, fëmijët shqiptar mësonin në gjuhën e tyre anëtare, duke parë për herë të parë alfabetin shqip të shkruar në tabelat shkollore. Në Mal të Zi, në Ulqin, Plav, Guci e Tuz, mësuesit shqiptar mbërritën për të hapur shkolla në zona ku më parë ishte ndaluar përdorimi i gjuhës shqipe. Ndërsa në Luginën e Preshevës, fëmijët shqiptar nisën të mësonin në gjuhën anëtare, duke i dhënë fund një periudhe të gjatë asimilimi. Mësuesit që u dërguan në këto treva nuk kishin kushte të lehta. Ata shpesh përballeshin me mungesë librash, mjete mësimore të pakta dhe kushte të vështira jetese. Megjithatë, idealizmi i tyre dhe ndjenja e misionit kombëtar i mbante të fortë. Ata shkonin në fshatra të thellë malor, duke ecur me orë të tëra, vetëm për të mbërritur të nxënësit e tyre. Në shumë raste, mësuesit jetonin në shtëpitë e banorëve vendas, duke ndarë të njëjtën bukë dhe duke u bërë pjesë e komunitetit. Ata nuk ishin vetëm mësues, ishin edhe prijes kulturor, këshilltar dhe shpeshherë edhe figura që frymëzonin rezistencën shpirtërore kundër pushtuesve. Efekti i këtij veprimi ishte i jashtëzakonshëm. Brenda pak vitesh, mijëra fëmijë shqiptar në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Luginën e Preshevës mësuan shkrim e lexim në gjuhën e tyre. Brezi i asaj kohe filloi të ndërgjegjësohej për identitetin kombëtar, duke e kuptuar se gjuha është themeli i ekzistencës. Shkollat e hapura në këto vite u bën bërthama, nga ku më vonë dolën intelektual, mësues të rinj dhe figura të shquara të kulturës shqiptare. Pa këtë ndërhyrje, procesi i arsimit në gjuhën shqipe do të ishte i vonuar shumë dhe ndoshta do të ishte edhe më i vështirë në regjimet e mëvonshme. Ernest Koliqi shpesh është figurë e diskutueshme për shkak të rrethanave politike të kohës, por kontributi i tij në arsim mbetet i pamohueshëm. Ai e pa qartë se dërgimi i mësuesve nuk ishte vetëm akt arsimor, por një akt i fortë kombëtar dhe kulturor. Mësuesit që shkuan në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Luginën e Preshevës mbeten përjetësisht në kujtesën e shqiptarëve të këtyre anëve. Ata lanë gjurmë të thella dhe u kujtuan si misionarët e dritës që sollën diturinë në kohë të errësirës. Historia e mësuesve shqiptar gjatë viteve 1941-1944
është dëshmi e gjallë se arsimi është arma më e fuqishme e një kombi. Ajo tregon se edhe në kohë lufte, kur kufit ndryshojnë dhe fuqitë e mëdha përplasen, gjëja më e rëndësishme mbetet drita e diturisë që ndriçon brezat. Dhe kjo dritë, fal vizionit të Ernest Koliqit dhe sakrificës së mësuesve shqiptar, arriti të depërtojë në çdo fshat e qytet ku jetonte një fëmijë shqiptar, nga Prishtina në Tetov, nga Olqini në Preshevë. Kjo pra ishte historia e mësuesve shqiptar, që u dërguan në Kosovë, Maqedoni, Malë të Zi dhe luginën e Preshevës, gjatë viteve të luftës. Nëse ju pëlqeu ky rrëfim, mos harroni të abonoheni në kanalin ton Kronika Shqiptare, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të shpërndani këtë video që historia jon të mos harrohet kurrë.